Unë jam 43 vjeç dhe më thuaj ti, sa i gjasa kam që të vi në formë të mirë trupore. Sot është rinisja e një rrugtimi për një 25 vjeçare të ardhshme. Më pëlqen. Vanessa Gega, instruktorja më cool sot në Tiranë, mirë se gjej. Përshëndetje Elona, mirë se erdhët në habitatin tim të përditshëm. Ku unë punoj edhe jetoj. Unë enkas kam ardhur sot këtu në palestrën ku ti stërvit vajzat e gra, sepse dua të merresh pak me mua. Ka ca kohë që kam lënë trupin tim besdore. Patjetër. Edhe mendoj që pas kësaj dite nuk do ndorosh mendim për mos vazhduar më palestër. Shpresoj të rikthehem. Patjetër. Vanessa si një instruktore fitnessi që aktualisht stërvit 22 vajzat e gra. Unë jam 43 vjeç dhe më thuaj ti, sa i gjasa kam që të vi në formë të mirë trupore. Elona, me punë, disiplinë dhe vullnet mund të arrihet çdo gjë. Nuk ka gjë që nuk arrihet nëse ke dëshirën e mirë, nëse ke forcën, nëse arrin të menaxhosh stilin tënd të jetesës, gjithçka është arritshme. Dhe në fakt sot nuk dua të fokusohemi Vanessa vetëm tek forma trupore, tek muskujt, por se si mund të ndërtojmë një trup i cili të na shërbejë edhe kur të jemi 70 edhe 80 edhe 90 vjeç. Një moment, Elona, mjafton. E lam vajzën duke vazhduar ushtrimet, por tani dua të marr unë kohën time dhe mu zoti jam në habitatin tënd. Patjetër, Elona. Stërvitja është shumë e rëndësishme, sepse stërvitja është në vetvete një investim. Dhe nëse ky investim nis që në moshë të hershme, atëherë kur vin mosha 50, 60 apo 70 vjeçare, ne jemi më të përgatitur për të krijuar një stil jetese më ndryshe. Tani më vuten në dëshpërim fare se unë kam 7-8 vite që nuk e shoh palestrën. Asnjëherë nuk është vonë. Mirë do ishte ta kisha filluar, por asnjëherë nuk është vonë. Jam në kohë? Absolutisht. Dhe për një person si unë që ka vite pa u marrë me aktivitet fizik, cilat janë ato shenjat që tregon trupi se ka humbur vitalitetin? Një aspekt është mungesa e ekuilibrit, mungesa e stabilitetit, dhe gjithashtu edhe mungesa e fleksibilitetit. Do më bësh një test të vogël për të kuptuar deri ku jam para se të më futesh në atë regjimin tënd. 2-3 gjëra shumë të thjeshta, sa të kuptoj se sa e gatshme je për ta filluar rrugtimin. Ecim le ta rrëmbejmë trofeun. Vanessa, e sa ta jam unë sot për ty? Ti je 10, Elona. 10, ora 12 dhe ti ke trajnuar ti të vajzë? Ora 12 dhe kemi dhe 10 deri në 12 vajza të tjera që na presin. Edhe në ditën ti aktivitet? Po, çdo ditë është e njëjta histori plot. Nga mëngjesi deri. Unë jam gati të më vendosësh tek ato ushtrimet e provës, edhe të kuptojmë çike edhe fleksibilitetin e trupit. Patjetër, ja tani do fillojmë. 3 mini ushtrime të ndryshme që të kontrollojmë nëse ti je gatshme të vazhdosh palestrën apo jo. Okej, mund ta ulësh. Nuk e keq, Elona. Se me sa di merresh dhe me yoga. Po, 2 herë në kjo të ndihmon. Po, por gjithsesi ndjeja një dridhje tek këmba që qëndronte në tokë. Kjo tregon që ekuilibri në trupin tënd nuk është në norma të caktuara, por që absolutisht mund të rregullohet me kalimin e kohës. Është shumë normale sepse trupi, kur nuk është stërvitur për një kohë relativisht të gjatë, këto janë gjëra që ndodhin. E kupton tani? Kjo pjesa këtu po. E kupton tani? Atëherë shtrëngoje mesin. Okej. Po duke se kaluan 30 sekonda. Okej, mund të çoj lehtisht. Kjo pjesa këtu, çadimja. Liroj pak fare këmbët, liroj pak. Këtu edhe këtu e ndjeva shtrëngjen. Qëndrueshmërinë e pas kemi pak fare më problem. Okej. Elona nuk është keq fare me fleksibilitetin, se me sa di unë Elona merret edhe me yoga. Okej, mjafton Elona. Po një nderja kam bërë trupit tim, se kam lënë fare. Po mirë si ka mundësi që me 3 ushtrime mua po më merren mend tani. Po kjo do të thotë që nuk e marr mjaftuar. Sepse 7 deri në 8 vjet
janë një kohë relativisht e gjatë pas stërvitje. Nëse unë do t'jem strikte në të gjitha këshillave të tua, sa gjasa kam që të kem trupin e një 25 vjeçareje? Kjo mosha biologjike ekziston vetëm në letër. Ka shumë persona që me anë të një vullneti të caktuar, me anë të një ndryshime të mënyrës së jetesës së tyre, kanë arritur rezultate fantastike dhe vazhdojnë sepse kjo është një investim që vazhdon gjatë gjithë kohës. Sot është rinisja e një rrugtimi për një 25 vjeçare të ardhshme. Më pëlqen. E shikoni që kemi punë për para. Kemi shumë punë për para, E shikoj, e kuptoj. Zjatu. Okej, aty qëndro. Sipër, ngriu, liroje frymarrjen. Okej, dhe një e fundet. Kjo nuk ishte më e mira e mundshme. Okej. Por gjithsesi gjatë rrugës do bëjmë gjithmonë më mirë. Okej. Në rregull. E kuptova. Ndjesha një trung. Eci me Lona. Edhe një, hapi, zmadhoje figurën, 2, 3 dhe mjafton. Okej. Për fillim jo keq. Për fillim. Sa do më demin muskujt nesër. Ule trupin poshtë, ule. Shpinën e kam drejt me kokën? Po. Atëherë, jo ule aq shumë, bukur. Thyje pak shpinën, thyje, drejtoje, hapi shpatullën, supet. Okej. Jepi, ngrije tek vetja. Edhe frymarrja është shumë e rëndësishme. Në momentin që e tërheq forcën apo pra, se fokusohesh te ushtrimit. Nxjerr frymarrjen. Në rregull? Po. Për çfarë ndihmon ushtrimi Vanessa? Për forcimin e muskujve të shpinës. Në rregull? Okej, mjafton. Bravo Alona. Faleminderit. Pak, ky ushtrimi ishte më i menaxhueshëm për mua. Çfarë plak trupin? Trupin e plakën dy faktorë kryesor. Jeta sedentare edhe keq ushqyerja. Çfarë bën trupin më të ri? E kundërta e tyre. E kuptoj. Të bërit në jetë më të zhdërvjellët, me aktivitet më të lartë fizik, një mirë ushqyerje, nuk po flas për dieta strikte, po flas një zhvillim i një mënyre jetese më të shëndetshme. A ka ushtrime fizike që ndikojnë në jetëgjatësi? Ushtrime specifike, jo. Por grumbujt e ushtrime, pra mënyra se si ti zgjedh të stërvitesh, që shkenca tregon kohët e fundit që stërvitja me pesha është ndër stërvitjet më të mira, e cila rrit edhe masën muskulare, gjë që ndihmon edhe në stabilitetin e kockave, të skeletit të trupit, të kockave të trupit dhe gjithashtu ndihmon dhe në rigjenerimin e trupit. Do punojmë sot me pesha bashkë? Patjetër që po. Ecim pra të shpresim. Ushtrimi i parë që kemi zgjedhur është sumo squat, është një variacion squati. Kilograma është këtë barkun brenda? 10 kg. Asgjë nuk është. Hajde.
tani do bëjmë një ushtrim tjetër force. Është një ushtrim shpine, ndryshe nga i më përparshëm. Quhet let pull down dhe është një ndër ushtrimet më të mira për pjesën e shpinës. Do ta demonstroj unë dhe pastaj edhe bësh dhe ti. Shpresoj mos t'jesh lodhur shumë sot. Jo, me si po pres të ulem në fakt, kështu që faleminderit që më dhe një ushtrim. Më bëj qefi që të marr me shumë pozitivitet të pjesën e fillimit të palestrës. Është ky një ushtrim për të gjitha vajzat dhe gratë? Patjetër që po. 2. A duhet të kenë frikë gratë nga peshat? Nuk kanë pse asnjëri të ketë frikë nga peshat, sepse peshat ndihmojnë në çdo lloj gjëje funksionale që ekziston. Ajo, sepse janë këto mitet që ekzistojnë, femrat mendojnë që fryhen nga peshat etj. Nuk ekziston kjo. Fryhen nga kequshqyerja. Fryhen nga karbohidratet e tepërta, nga yndyrnat e tepërta, nga ushqimi fast foodit. Këto të fryjnë. Akoma gati të vazhdosh të më sprovosh? Mendoj që pas kësaj dite, realisht do thuash që e kam vendosur të vazhdoj palestrën. Do më rekomandosh diçka që unë mund ta bëj nga shtëpia dhe jo domosdoshmërisht duhet vi patjetër në palestër. Në ato ditët e mia që janë shumë intensive në punë. Absolutisht. Ka disa ushtrime shumë bazike dhe për ata që ndoshta nuk kanë apo nuk janë të mirë informuar për pjesën e palestrës, që mund të bëjnë në shtëpi. Për shembull një ecje, mund ta zëvendësojnë dhe me një ecje të thjeshtë në shtëpi. Më kupton? E kuptoj. Dhe i ndan në raunde të caktuara. Për shembull, bën 1 minutë ecje, 1 minutë pushim. Kështu? Ecje në vend. Po. 1 minutë ecje, 30 sekonda pushim. 1 minutë ecje, 30 sekonda. Është e barazvlefshme kjo me një ecje në natyrë? 100% jo, por është më mirë se asgjë. Është absolutisht. Jam mirë kështu? Po, shumë mirë. Okej. Më pëlqen. E mbajmë barkun të kontrolluar, supet poshtë dhe ecim. Dhe çfarë bën ky ushtrim? Ky është ushtrim që hyn pak edhe te pjesa aerobike, te pjesa e kardios, që të ndihmon në lëvizshmëri. Po flasim për ushtrime shumë bazike, që mund të shërbejnë dhe si piknisje e një stërvitje pak më intens. Të paktën të bësh një lëvizje. Të paktën të bësh një lëvizje. Sa minuta në ditë duhet bërë ky ushtrim? Mund të bësh 10 herë nga 1 minutë. Me intervale në mes. Me intervale në mes. Pastaj mund të bësh dhe një stretching në fund që të lirohen pak muskujt, është më mirë se asgjë. Se shpesh herë njerëzit për shembull kur i flet për palestrën i duket shumë angazhim, si mendor, si informativ. Po. Ecim me disa ushtrime stretching? Po, patjetër. 3-4 ushtrime të vogla që kanë të bëjnë me fleksibilitetin, i cili na ndihmon shumë, sepse zgjatja e muskujve është një ndër faktorët kryesor dhe për stërvitjen e tyre dhe për rekuperimin e tyre. Në rregull? Jam gati. Ja ulemi te tapeti. Çfarë më thua ti do ta bëj? Okej. Siç jemi, do bëjmë 3-4 gjëra shumë bazike. Do streçojmë muskujt e mëdhenj të trupit. Çfarë do të thotë kur trupi humbet fleksibiliteti? Kur kemi mungesë fleksibiliteti, trupi ka lëvizshmëri më të cunguar dhe rreziku ndaj dëmtimeve është më i lartë, sepse në momentin që ti nuk ulesh, nuk prek dot majat e këmbëve, në momentin që nuk prek dot majat e gishtave, ti ke humbur elasticitetin dhe natyrisht ke një lëvizje më të cunguar. Kjo është shumë karakteristike për moshat e mëdha. Fleksibiliteti është pak edhe çështje genetike, çështë e drejta. Tek moshat e reja është në nivele jo të kënaqshme. E anashkalojnë pjesën e stretchingut si diçka që nuk ka vlerë në stërvitje. Pra më shumë fleksibilitet, më shumë cilësi jete. Absolutisht që po. Më mëso disa ushtrime të cilat mund të bëj edhe në shtëpi.
mëngjesi se kur diçka do të kputet këtu poshtë. Faktikisht stretching ka një veti. Në momentin që e demonstron, të duket se diçka e dhimbshme. Por në momentin që e mbaron stretching, 5 ose 10 minuta, ndjen një relaks të gjithë trupit. Do bëjmë dhe një stretching për pjesën e shpinës. Ndjeva një kërcitje në shëllën kurrizore. Po me sa duket se bërë stretching mjaft. Që nga vërtet shumë relaksues tek pjesa e shpatullave. Është realisht shumë relaksues. Sepse në një lëvizje fillon dhe streçon dy muskuj të ndryshëm. Këtu streçon pjesën e përparme të barkut, kurse mbrapa streçon pjesën e las edhe pjesën e shpinës poshtë. Mund ta bëjmë para gjumit? Kur vim të lodhur në shtëpi? Shiko, është mirë që në fund të ditës, 10 deri në 15 minuta stretching në ditë, kyçemi te dhoma jonë dhe secili mund t'i bëjë. Nuk ka nevojë as për kohë, as për mundë, as për shumë preokupim. 10 deri 15 minuta, një stretching për shpinën, një ngjitje sipër që mund të stretchoj shpinën, një ulje që t'i japësh pak më fleksibilitet pjesës së shpinës. Mjaftojnë kaq ushtrime në ditë për t'i dhënë trupit një gjendje më natyrale funksionimi? Kjo është problemi i njerëzve, se gjithmonë zgjedhin të bëjnë gjëra të mëdha, por në fund të fundit duhet të bëjmë gjëra të vogla që të shkojmë te gjëra të mëdha. Ne sot nuk kemi provuar vetëm ushtrimet e rezistencës. Po, shumë e qartë, prandaj e lash për në fund, që edhe ti të testosh pak veten edhe të bësh pak një sfidë me veten. Okej, jam gati të më sfidosh, Dhe do provojmë ushtrimin më të bukur të rezistencës, do provojmë një plan. Sa do qëndrosh ti në plan? Kaq kohë pas servitur nuk të premtoj, por eja ta provoj. S'ka gjë, do e provojmë. Pak gjunjët, fut e barkun brenda, je shumë okej. Jam shumë okej, po dridhe me gjitha. E di. Çfarë tregon kjo dridhje? Nuk ka muskulaturë? Po, dhe mungesa e muskulaturës është një ndër faktorët që ndikon, absolutisht. Sa sekonda kemi? Edhe 5. 3, 2, 1. Okej, bravo. Më trego efektin mrekullimor të këtij ushtrimi. E ke testuar veten në variante nga më të ndryshme. Sa prej provave kam kaluar? Unë mendoj që i ke kaluar të gjitha, por kjo i rezistencës ishte pak më i sikletshëm. Më i vështirë. E ndjeva sepse gjithë muskulatura është dhe një ushtrim që përfshin të gjithë trupin. Domethënë në 4 pika duhet të mbështesësh gjithë peshën e trupit tënd. Në rutinën tënde. Është e rëndësishme rezistenca e trupit. Rezistencia e trupit, sidomos në pjesën e korit, është shumë e rëndësishme, sepse është komplet trungu i trupit. Domethënë, trungu lidh pjesën e sipërme të trupit me pjesën e poshtme. Pra është ai që e mban skeletin ose trupin tonë gjatë gjithë kohës, si themin në këmbë, ose e mban të stabilizuar. Tu e ndjeja mungesën e stabilitetit, pra një dridhje të muskulaturës. Sepse kjo është pikërisht pjesa e korit, duke përfshirë dhe pjesën e fund shpinës, është pikërisht pjesa që krijon stabilitet në trup. Si për pjesën e këmbëve, ashtu edhe për pjesën e shpinës dhe të shpatullave. Kjo pjesa e bukurisë dhe mirëqenies gjithmonë shoqërohet me disa mite dhe tani dua të prekim bashk shumë shpejt Vanesa disa thënie dhe ti duhet më thuash nëse janë mite apo të vërteta. Patjetër. Vanesa. Po. Duhet të djersitesh shumë që shërbitja të vlej. Mit apo e vërtet? Jo, kjo është mit. Nuk është as pak e vërtet. Sidomos për trupat që duhen të bien nga pesha, djersitja është vetëm një stabilizues i temperaturës së trupit. Që të dobësohemi, për shembull, duhet thjesht të jemi në deficit kalorik. Interesante. Pas të 50-ave, është vonë për të filluar palestër, mit apo e vërtet? Mit, absolutisht, po. Mund të jetë vonë në kontekstin e nisjes së palestërës, por jo, asnjëherë nuk është vonë për të rinisur një aktivitet fizik. Është mit. Ecja është ilaç.
Mit apo e vërtet? Ecja është një ndër aktivitetet më të mirë që mund bëjë njeriu. Një ecje 20 deri në 30 minuta në ditë ndikon shumë në mirëqendjen e njeriu. Absolutisht, në sistemin kardiovaskular, në mirëqendje, në lëvizshmëri, në qarkullim gjakut, ecja është fantastike. Ule dhe stresin. Absolutisht. 10 minuta aktivitet janë më mirë se 0. Mit apo e vërtet? Çdo minutë aktivitet është më e mirë se 0 minuta aktivitet. Shumë njerëz mendojnë se jetësia është çështje e fati ose gjenetike. Ti çfarë më thua? Unë faktikisht nuk kam zgjedhur të besoj në mite në rrugtimin tim. Unë besoj në shkencë, besoj në fakte shkencore. Përderisa shkenca dhe studimet kanë treguar që një jetesë e shëndetshme të çon drejt një agjësie më të madhe, unë vazhdoj ta besoj me gjithë forcën këtë gjë. Tani, ne mund të themi që sot sapo kemi përcaktuar një gur themeli për nisjen time drejt një regjimi më të mirë, drejt një stërvitje, por tani unë jam kurioze të di që për të arritur atë objektivin tim dhe për të humbur 6 kg, sa kohë parapërsisht do më duhet? Pyetja më zhargon, më random që bëjnë njerëz është kur do humbun 6, kur do humbun 10 kg. Unë mendoj që me një regjim të balansuar, tek klientët e mi, synojnë një rendiment të rënje 0.5 deri në 1 kg në javë, që është një rënje e shëndetshme. Dhe e konvertuar në kilogramat që ti do të humbësh, i bie 6 deri në 8 javë. Por gjithmonë, duke qenë në rendimentin e një aktiviteti të saktuar fizik, pastaj mos më ngelet fajm. Absolutisht. Duhet patjetër përkushtime dhe përpikmëri. E vështirëson mosha rënjen në peshë? Ç'është e drejta e vështirëson pak. Unë kam kliente të gjitha moshave, duke filluar nga 20 deri në 60 vjeç. Por mosha ndikon, sepse është vetë ulja e metabolizmit të njeriu që ndikon në rënje apo në shtim ose në rritje të masës muskulare, por që nuk duhet të biem në pesimizmin e kësaj që kam një moshë dhe unë nuk do bëhem dot si një dikush tjetër, apo nuk duhet të na ndikojë kjo në gjendjen tonë emocionale. Jo, njeriu do të bëj më të mirën për moshën ose për rendimentin që E rëndësishme është të ketë progres. Absolutisht. Dhe trupi të ndryshoj pavarësisht moshës. Për moshat e mëdha duhet të jetë një domosdoshmëri më e madhe për të stërvitur, sepse në të 50-tat, po flas këtu për target grupin e femrave, fillojnë shenjat e para të menopauzës dhe humbja muskulare është akoma më e madhe nga viti në vit, nga koha në kohë. Kështu që ato do të punojnë akoma më fort, duhet të kemë më besim të vetja. Kanë vullnet të përgjithësi gratë mosh? Ndi? Unë kam konstatuar që njerëzit mbi 40 vjeç kanë një vullnet të jashtëzakonshëm. Nuk e di, dhe e shijojnë stërvitjen edhe mundohen të bëjnë më të mirën e tyre, ndoshta nga që e vlerësojnë më shumë. Rritet dhe vedia, ajo është. E vlerësojnë më shumë edhe e dinë se sa rëndësishme është kjo për trupin dhe fizikun e tyre. Po puna është të mos presin të shkojnë 50 vjeç, kujdesemi për trupin. Absolutisht. Të thash, kjo është një investim që ti jep frytet gjatë gjithë jetës tënde. Domethënë sa më herët ta fillosh, aq më shumë ja vjen frytet kësaj puna. Vanesa, ti je 26 vjeç dhe ke një trup ëndrash. Sa kohë ke që stërvitesh? Unë kam që stërvitem në palestër kam që në moshën 18 vjeçare, që i bie kam diku te 6 vite. Okej. 6-7 vite. Bën Por sens. që në Bezhili, faleminderit. Jam marrë me aktivitet fizik, kam qenë në grup atletike, kam qenë në volejboll, domethënë aktiviteti real ka filluar që qenë në moshën 50 vjeç. Ti je certifikuar për instruktore fitnessi dhe je diplomuar për financë. Po. Je Për financiere, financë kontabilitet. je financiere te kompania e babit. Po. Ndihmon të fejuarin tënd balerin të Tek studiet e bashkë baletit. drejtoni studion e baletit. Dhe njëkohësisht je këtu. Nuk e di sa orë të Në ditës. krye të detyrës. Si Adel ti menaxhosh të treja. Është diçka e lodhshme, për të qenë e sinqert. Por ndoshta kjo vjen dhe pak nga fakti që unë jam pak tip divergent, që më pëlqejnë gjërat e ndryshme nga njëra tjetra dhe marr adrenalin nga kjo. Për shembull, shkoj te financa, merrem me naftën, me gazin, me benzinën. Shkoj te baleti, merrem me menaxhimin e fëmijëve aty.
vi këtu marr satisfaksion nga vajzat e mia që vinë me rezultate, me foto të ndryshme, që ndihen shumë mirë me veten dhe kjo më ngre shumë nivelin e adrenalinës, se jam dhe shigjetar për më tepër. E kuptova. Kështu që prandaj më pëlqejnë shumë gjëra në njëjtën kohë. Je një frymëzim, për mua të paktën në absolut, dhe të falenderoj shumë për klasën sot. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit juve, se për mua nuk ishte vetëm një ditë me ushtrime, ishte gjithashtu një eksperiencë, sepse një bashkëpunim me një fillestar është diçka shumë ndryshe, dhe shpresoj shumë një herë që kjo të vlej si indicie që ti nesër të fillosh palestra. Po patjetër, pra tha me vendosur gojën e bardhë të këtë themelit. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë edhe juve. Mirë të gjetë. ¡Ándale!